Si e kujton bashkëpunimin që e keni pas me Edi Raman në atë kohë, në fillimet e grupit? Atëre, prezantimi i parë ka qenë në Këngën Magjike gjatë këngës Mesazh. Dhe konkretisht kur neve ishim në sken, ai bëri një deklaratë që tha shumë bukur, përgëzoi emisionin, spektaktin e tjerë, tha po ndër grupet e preferuara tha të mi tash grupi atyre 3 djemve, i referoi fjalës i referoi grupit tonë Westside Family dhe në mënyrë të veçantë ai djalë me mes tha me pantallona të kuqe, sepse Miri dhe Flori kanë qenë të veshur me pelerina të zeza, komplet me zeza, unë kam qenë me një bluzë me mëngë të gjata, edhe me pal pantallona të kuqe me të zezë. Dhe tha ai djali tha me të kuqe tha në mënyrë të veçantë këndonte bukur tha dhe është kandidata për të qenë kryetar bashkie në të ardhmen. Ky ishte prezantimi i parë, vlerësim, u kënaqem shumë. U kënaqem jashtëzakonisht shumë që edhe kënga mori një çmim, u vlerësua, pati gjithë ato jahonën e vet dhe natën e ndrimit të viteve, po atë vit neve u ftuam si grup për të performuar dhe në momentin që kënduam në orën 12 që ndrohej viti nga viti, sigurisht duke qenë kryetar bashkie ishte edhe zoti Rama i prezent aty dhe tha çuna juve tha mbasi të mbaroni këngën, tha mos ikni sepse kam një fjalë me juve. Ishte kryetar bashkie, po, dhe kur mbaroi u takuam neve dhe i tha specifikisht Florit që shiko se unë kam dëshirë të bëj një bashkëpunim me juve edhe pastaj gjithë pjesa tjetër është histori. U takuan atëre. S'është bë diçka e tillë më në industrinë e muzikës, ka qenë një lloj revolucioni, është përfshirë në muzikë. Ai është përfshirë në muzikë, po, shumë sepse ai është mjeshtër për ato punë. Artist. Është atë pjesën e artistit e ka shumë fort dhe diskutoi disa ide me Florin për këngën Tirana se si qytet, ndërkohë Flori solli atë tekst. Pra kanë bërë në zemrat tona me jetë e meslona e çmendur si do të jesh ti